Artriti gute është një sëmundje inflamatore e nyjeve, e cila shkakton dhimbje të forta dhe kufizim të lëvizjes. Mjekja reumatologe Rëndza Jaslari na shpjegon se si shfaqet kjo sëmundje. Është një artrit inflamator akut, i cili ndodh për shkak të precipitate të kristaleve të uratit në artikulacion, duke shkaktuar një inflamacion akut. Pastaj kjo që ndodh si rezultat i hiperurikemisë. Kjo dhimbje fillon natën me edem, nxehtësi, skuqje, zakonisht prek kyçin e madh të këmbës, por jo vetëm, mund të prek edhe kyçet të tjera. Shfaqja e artritit guta lidhet me disa faktorë rreziku, ndërsa përhapja e tij po shënon rritje vitet e fundit. Shkaku kryesor është pra rritja e acidit urik, hiperurikemia, e cila ndodh për shkak se vetë trupi e prodhon më shumë se ç'duhet. Mishi i kuq, bishtajat, frutat e detit, sardelet janë ushqime të cilat e rrisin këtë acid. Alkooli dhe sidomos birra, mbi pesha, obeziteti është një sëmundje shumë e përhapur, sidomos në grup moshat e meshkujt 30 deri në 60 vjeç. Tek zonjat e shohim pas menopauzës. Si trajtohet kjo sëmundje? Është një sëmundje funksionalisht e trajtueshme, pra aq kohë sa ne mbajmë të ulur acidin urik, nëse ajo vazhdon të jetë e lartë dhe pacienti bën kriza, mund të shndrohet në një sëmundje kronike, progresive dhe shkatruese për kyçet. Diagnostikimi i hershëm dhe ndjekja e trajtimit të duhur janë thelbësore për menaxhimin e artritit guta, të cilët ndihmojnë të ruajnë funksionimin normal të nyjeve dhe cilësinë e jetës.